Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, mos t'i hani kurrë këto ushqime. Ushqimet që forcojnë funksionin e gjëndrës tiroide janë peshqi dhe frutat e detit për shkak të përmbajtjes së jodit. Mirë, po cilat janë ushqimet që duhet të shmangen? Gluten. Të gjitha ushqimet që përmbajnë gluten, brokoli, spinaci, lule lakra, kale, rrepkë, pasta, pasi përmbajnë tiouraklin dhe të gjitha ushqimet goitrogene, pasi ndikojnë në nivelin e hormoneve në trup dhe funksionin e gjëndrës tiroide. Gjithashtu nuk duhet të konsumoni sheqerin e rafinuar, dredhëzat dhe pjeshkat. Hipotiroidizmi është një sëmundje e cila prek gjëndra tiroide duke e penguar atë që të prodhoj sasi të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mund të trajtohet dhe të kurohet me një sër medikamentesh apo kura natyrale. Sipas të dhënave, një prej tyre ka të bëjë me lëngun e xhenxhefilit. Gjithashtu, kjo është një pije e cila përgatitet shumë lehtë dhe ka një efekt tepër të shkëlqyer. Ushqyesit e nevojshëm kundër hipotiroidizmit. Në momentin që trupi preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi juaj bie në gjumë. Hapi më i natyrshëm në këtë rast është marrja e mineraleve për të aktivizuar tiroiden tuaj. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaliumi janë 3 minerale të dobishme të cilat do t'ju ndihmojnë të ndiheni më mirë. Lëngu i xhenxhefilit gjithashtu është i shkëlqyer sepse jo vetëm që plotëson nevojat tuaja për këto minerale, por mundet që ta pini rregullisht gjatë ditës pa as edhe një problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara xhenxhefili, një kastravec, një lugë gjelle me gjethe mente të coptuara, 1 litër me ujë, 1 lugë çaj me krip të jodizuar. Përgatitja: zjeni ujë në një tenxhere, pasi të ketë marrë val, hiqeni tenxherën tuaj nga zjarri. Në një tas qelçi vendosni xhenxhefilin, menten, kripën e jodizuar dhe copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zjerë dhe mbylleni me kapak. Lëreni përbërësit që të ndërthuren mirë me njëri tjetrin dhe më pas për një ditë të tërë lëreni në temperaturë ambienti. Të nesërmen filtrojeni lëngun. Lëngun me xhenxhefil mundet që ta pini gjatë gjithë ditës. Nëse ky lëng ju duket shumë i fortë, mundet që ta zbusni intensitetin e tij duke shtuar edhe më shumë ujë. Këtë kur ju mundet që ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për 1 muaj. Perimet të cilat vijnë nga xhenxhefili. Sipas të dhënave, xhenxhefili është njëkohësisht shumë i pasur edhe me përbërës tepër të rëndësishëm të cilët janë magnezi, kaliumi dhe zinku. Ai njihet si një ushqim me aftësi të pasura kundër inflamacionit. Njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidja e ojntur duhet ta përdorin xhenxhefilin rregullisht sepse parandalon deformimin e fytyrës dhe qafës. Për më tepër, xhenxhefili është i dobishëm për eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trup. Kura me lëng hithre për tiroiden. Janë 2 lloje problemesh kryesore me tiroiden: hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi. Në rastin e hipotiroidizmit, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Një gjë e tillë ngadalson çdo proces në organizëm. Nëse vereni se po shtoni peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë ne ju këshillojmë të kontrolloni tiroiden. Këto probleme mund të jenë shenja të një tiroide të lodhur që nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Shenja të tjera të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet të çrregullta tek femrat,
rrahje të ngadalta të zemrës dhe një përgjumje e përgjithshme. Përbërësit janë 2 lugë çaj me gjethe hitre të thata ose të freskëta, 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes: shtoni 2 lugë gjethe të hithërës në 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë, lëreni për 5 deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojeni dhe shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Hithra gjithashtu është e njohur edhe për vetitë e saj. Kjo bimë është burimi i pasur ushqyesish si vitamina A, vitamina B6, kalcium, hekur, magnez dhe jod. Prezenca e jodit te hithra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm, e cila mundet të përbëjë shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, duhet të keni parasysh që të shtoni ushqimin tuaj disa produkte të këshilluara. Çfarë duhet të hani? Vezë, mish, peshk, ushqime si banane, portokalle, domate, fruta pylli, oriz, fara chia apo fara lini, qumësht, djath, kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Çfarë duhet të evitoni? Evitoni ushqime me gluten si buka, makarona, birra, produktet e sojës, perime si brokoli, spinaqi, lakra që përmbajnë gojë hidrogene që ndikojnë jo mirë në tiroide, fruta si pjeshk, dardha, lule shtrydhe, kafeinë dhe alkool. Tiroidja shfrytëzon jodin që marrim nga ushqimet për të çliruar hormonet të 4 dhe të 3 të cilat shkojnë në gjak. Sipas të dhënave, këto hormone diktojnë metabolizmin, tretjen, rënien në peshë, plakjen e të tjerë. Çrregullimet e gjendrës tiroide lidhen me mosbalancimin e duhur të proceseve të metabolizmit në organizmin ton. Këto probleme ndikojnë ose në strukturën e tiroides ose në funksionimin e duhur të saj. Përbërësit që juve do t'ju duhen për të shëruar hipotiroiden janë 100 gram piperi zi kokër, 100 gram xhinxher i tharë. Në një grirse ne do të vendosim piperin dhe xhinxherin dhe i lëm të bluhen. Në momentin që është formuar një pluhur homogen, përbërja është gati. Mjafton që një lugë çaj nga ky pluhur ta përzjeni në një gotë qumësh dhe përbërja natyrale është gati. Kura duhet që të konsumohet 2 herë në ditë, 1 herë para se të flini dhe 1 herë në mëngjes me stomakun bosh. Në mënyrë që ju të shikoni rezultate në balancimin e funksionimit të tiroides, duhet që këtë kurë ta vazhdoni për 30 ditë dhe ta përsërisni edhe për 30 ditë të tjera. Nëse doni të përgatisni më shumë nga ky pluhur, mjafton vetëm që masat e piperit të zi dhe xhinxherit të jenë të barabarta. Piperi i zi njihet për përmbajtjen e magnezit, hekurit dhe vitaminës K, që ndihmojnë në qarkullimin dhe rigjenerimin e qelizave të gjakut. Nga ana tjetër, xhinxheri është i famshëm për agjentet antiinflamator që luftojnë prekjen e organizmit nga bakteret të dëmshme. Kjo kurë trajton rastet e hipotiroides, funksioni ullët i gjendrës së tiroides, gjendje e cila karakterizohet nga një prodhim i ullët i hormoneve nga kjo gjendër. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.